Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën e cila është në natën e 4 të mbrëmjen e sotme në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, një protestë e nisur për Zvërnecin, por që më pas ka devijuar në kërkesa të tjera deri në largimin e qeverisë. Kryeministri ka refuzuar gjitha pikat e kërkesat, ultimatumin e protestuesve. Megjithatë, ne do të flasim për atë që nisi debati për Zvërnecin, lojën që u futën edhe grekët dhe çfarë po ndodh tani në jug. Për gjitha këto kam të ftuar historianin Arben Dhalla. Beni, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Dhalla, çfarë po ndodh në jug? Ne kemi folur në muajt e fundit në mjaft episode për skenarin grek, duart që kanë futur, planet e tyre aty pra gjatë gjithë kohës, por ndërkohë që na dolën që ka sipas tyre grek minoritar edhe në Zvërnec. Ju e njihni mjaft mirë jugun, historinë, por nuk ishim dëgjuar aty. Më pas rezultoi që ishin vëlle, por vëllejët tani dolën se janë grek. Çfarë po ndodh? Duhet sqarohet mirë që vëllejët janë vëlle, kontribues në shtetet ku kanë jetuar dhe jetojnë, Shqipëri, Greqi, Maqedoni, Serbi, por ka vëlle që duhet të mohojnë identitetin vëlle dhe duhet të bëjnë grek, sepse gjuha vëlle nuk është gjuhë greke, është gjuhë më vete. Ka vëlle që duhet të jenë shqiptar për kontributin që kanë dhënë, ka dhe vëlle që ti përkasin komunitetit me drejtar u mund që të njihen nga shteti shqiptar si pakicë kombëtare ku Greqia rreth parë nuk i njeh. Sa për Zvërnecin dhe Nartën, në vitin 2015 qeveria e Çipras aprovoi një ligj të njëanshëm, një vendim që Greqia ka pretendime të minoritetit grek në Zvërnec, në Nart, ishin shtuar 6 fshatra ose komuna, 2 komuna në Përmet, Polenën në Korçë dhe disa vende tjera në Korçë, domethënë ishin zgjeruar ai shumë. Por kjo është një vendim i një shteti tjetër, jo një marrëveshje e përbashkët midis dy shteteve. Kjo tregon që qeveritë greke, që nga 2015 e këtej kanë pasur me ligje të aprovuar të njëanshëm pretendimet për Nartën. Tani në Nart mund të ketë minoritar grek, që i themi ne grekofon apo pakicë kombëtare greke, si mund të ketë edhe bosnjaka, digjona, serba. Po ta janë 10 familje, 20. Kjo nuk do të thonë që ta jep eksklusivitetin, ashtu si Elbasani ka rreth 50 familje minoritare të greke apo 100 familje minoritet Maqedonës, po kjo nuk i jep të drejtën që Elbasani banohet nga grekët, apo fjala vjen nga maqedonasit, pra duhet të jemi pak. Por grekët kanë punuar prej muajsh për një skenar për ta rrëzuar zotin Rama nga qeveria për të bërë riciklimin, sepse ju mërzit Rama duke i shërbyer Greqisë dhe du sjellin pushtet zotin Sali Berisha që ti shërbej edhe ai me zell Greqisë në ndërtimin e 8000 varrezave të udhëtarëve grek, që Berisha është ai që i ndërtovi kufirin detar e tjerë. Ajo që ishte në Zvërnec, ishte një protestë e drejtë, një njeri ai Eduard Subashi që protestovi me të drejtë, por të keq përdorësh protestën dhe të japësh një kaje etnike tjetër, domethënë si një provokacion i shqiptarëve ndaj Greqisë, kjo nuk është e mirë. Sepse vajza e këtij Subashit nuk la mend studio televizive greke në greqisht, pa u ankuar për ndaj Shqipërisë, pa falendëruar baban e saj që kërkon pronën e tij greke, edhe pse babai i saj nuk ka pas pronë aty deri në vitin 91. Asu e ka pronë të trashëguar dem baba dem, si që themi ne, por është një pronë e dhënë dhurat nga shteti shqiptar në vitin 91-92 me ligjin famkeq 7501, si që kanë përfituar shumë të tjerë, por kjo nuk është pronë e trashëguar, Greqia aty. Kjo duhet të jemi është keq përdorur dhe neve nuk duhet të lejmë protestuesit protestat të keq përdorur nga Greqia për oreksin e saj të Vore e Pirit, për autonominë e Vore e Pirit, sepse siç e kam thënë ka 3-4 muaj që Greqia ka shpëtuar dhe ka bërë shpesh provokime të tilla, edhe në Amerikë dhe andej, duke patur parasysh që Shqipëria është afër antarësimit apo të hapë bisedimet përfundimtare në BE, dhe duke nxituar që Shqipëria të nënshtrohet duke pranuar autonominë e Vore e Pirit deri në Fier, duke pretenduar që Fieri, Vlora, andej Korça e Pogradeci banohen nga shumicë greke, siç janë 200.000 apo 250.000. Pra kjo është që duhet të kemi parasysh me kujdes. Dhe është një protestë e drejtë, është një u bë një keqtrajtim të një individi, të këtij Eduardit, është rrahur, është goditur dhe duhen dënuar ata që e bën këtë, por kjo nuk i jep Eduardit edhe Greqisë që shqiptarët kanë rrahur një grekofon apo minoritar.
është rrahur një protestues, një qytetar shqiptar, një shtetas i Republikës Shqipërisë, që është dënuar prona, duhet i bëjmë kondarje. Dhe ky Eduardi duhet dalë mirë sakët në televizor dhe duhet thotë, unë jam shtetas i Shqipërisë me kombësi shqiptare, se ka kombësi shqiptare, por që kam fituar shtetësinë e Greqisë, ashtu siç kam fituar mira shqiptar dhe musliman në Greqi, po dhe në Itali, dhe në Gjermani dhe në Amerikë. Por kjo nuk i lindë drejta as Amerikës, as Shqipërisë, as Gjermanisë të kenë pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Kështu që dhe Greqisë nuk i lindë drejta të kërkoj pjesë territoriale si tokë greke në Zvërnec. Kjo është ajo pjesë që ne duhet të jemi të qartë dhe të kujdesshëm dhe duhet shikojmë faktet. A ka ndikim Greqia në këtë protestë? Patjetër që ka, sepse ne kishim protestën e banorëve të Rojullit, por nuk mori për masat ndaja kaq. Ne kishim protestë. I mori këto për masa, zoti Valla? Sepse u mbështet nga shërbimet e huaja, duke patur parasysh që ajo pjesë aty do ketë investime ndër vite, jo mrena natës, rreth 4 miliard euro, ku Vlora, Bregdeti i Vlorës, i Sarandës, gjitha e pjesë fshatrave të Bregdetit shqiptar, i bëjnë kashtillëk apo i thithin turistët e huaj që shkonin në Korfuz, në Kefalonia, Dijon Zanki, dhe Shqipëria po merr një zhvillim për detin, mas kaq vitesh, dhe është pjesë e interesave ekonomike që dëmtohet interesi turizmit të Greqisë. Sepse ju po thoni që është një sabotim grek, pjesa e parë dhe pjesa e dytë, plani për Zvërnecin për ta bërë pjesë e Vojë Opirit. Kjo është kryefjala me pak fjalë? Është dhe kjo pjesë e kësaj proteste e përkrahur nga Greqia, por protesta është e drejtë, edhe një herë se prona është e shenjtë, protesta është pjesë e demokracisë, ata që do financonin aty, apo që e kanë atë pjesë toke, bën një gabim trashanik, ku e çuan pjesën e kufirit me tela deri në det, gjë që është ndaluar me ligj Shqipërisë dhe ndërkombëtar, nuk mundet i rrërën e detit ta privatizosh Bregdetin shqiptar, por edhe ai pronari që e ka vënë atë telin det, ai ka parë që 35 vite shqiptarët e kanë zoptuar privatisht detin, jemi dëshmitar, nuk është rasti i parë që gardi me tela vihet dhe vijën e detit e merr, domethënë. Kjo është mos funksionimi i shtetit mirë, kjo është mos serioziteti i shtetit mirë, kjo është mos veprimi i shtetit mirë, i një shtetit arrogant, i qeveritarëve arrogant të ndër vite dhe populli me të drejtë ka protestuar. Dhe protesta duhet përkrahur, por duhet të jenë ata që organizojnë këto protesta në Tiranë apo në vende tjera, mos lejojnë keqpërdorimin, qoftë nga shërbimet e huaja të ndryshme, në këtë rast Greqia që ka pretendime territoriale dhe ligjin e luftës që mban me Shqipërinë, një anshëm, qoftë nga Serbia diun për interesat apo në vende tjera. Prandaj gjitha këto gjëra janë pjesë e fushatave, mblidhen bashkë dhe krijohet një problem i madh. Edhe pse ka zgjidhje, por kryeministri me butësi duhet të ulet e të zgjidhë me këto, me sqarimet plota që ky projekt nuk është i dëmshëm dhe për qytetarët atje. Çdo qytetar që ka pjesë të tokës do të shpërblehet në shitje, sepse bëhet fjalë për 1000 metrave sa tokë ka secili aty. Maksimumi se e dim sa ka dhënë ligji 7501. Ka dhënë 500 metra për individ, ka dhënë 300 metra për individ, po ti mbashoj një familje ka 2000 metra, më shumë s'ka. Dhe duhet privatizuar nëse ata e shesin apo nëse da përdorin. Pra, ka hapësira, por jo keqpërdorime, që Greqia t'i lindje e drejta që Shqipëria mos andarsohet në BE, që Greqia t'i lindje e drejta që kufiri me pakisë kombëtare greke shumicë, jo individ dhe njerë, njihet deri në Nar, deri në Zvërnec, se minoritar grek besoj ka dhe 10 familje apo 15 në Shkodër, për arsye të komunizmit apo në Kukës. Po kjo nuk lindje drejta jote që Shkodra pa banohet nga pakicë kombëtare greke. Prandaj them që duhet të jemi shumë kujdesshëm. Do të thotë këto debatin për autobuzët, jo fotot me AI, pra inteligjencë artificiale, jo të vërteta, ju njihni edhe gjuhën greke dhe keni informacion të gjithanshëm për atë që po ndodh andej dhe këtej. Si është e vërteta? Kanë lëvizur me të vërtetë apo këto autobuzët për te tyre, se ju folët edhe për agjentura dhe shërbimet sekrete që kanë dorë? Autobuza nga Athina në Tiranë, apo nga Athina në Fier, apo Selaniku, ka për ditë, jo nga 3, nga 20 autobuzë. Ne nuk mundet të bëjmë ndarje që këta autobuza kanë ardhur për Zvërnecin, këta kanë ardhur për Tepelenën. Jo, vinë autobuza, vinë dhe me makina, por është interesante. Si është mundur që policia goditi, policia private, goditi pikërisht Eduardin, që është shtetas grek.
Domethënë shisa e çuditë, gjithë ato protestues që ishin, lindë drejta ime si pyetje, si një pasqyrë që dua ta pastroj, e si është mundur që ke ky pikërisht dhe nuk rrafi ta thëm Hasanin që është musliman dhe shqiptar e gjitha dhe s'ka shtetësi greke, pra duhet i shikojmë faktet duhen shtjelluar me gjaftësi, sepse kemi pasaj një sulm të hatashëm mediatik të Eduardit dhe familjes tij në mediat greke të Athinës, Sky, televizoret greke, gjitha këto përnat vajza aty nga 2-3 studio, babai im jam krenar që proteston, thoshte ajo për pronën greke, edhe pse ajo është manipuluar, sepse një vajzë 18 vjeçe, 19 vjeçe ku jeton atje dhe nuk i di problemet që ka Shqipëria, apo problemet që kemi me tokat neve, sepse ka një botë kuptim tjetër, por Greqia ka probleme të thella vet, ka probleme ekonomike të thella dhe e gjeti Mitsotakiusi dhe Çiprasi që do të vinë pushtet dhe besoj do vinë pushtet sepse kam një marrëveshje me Mitsotakiusin. Kaq vite mban ti, kaq vite unë, por fiksionimi atyre të dyve është që shkatërimi i Shqipërisë dhe aneksimi i jugut të Shqipërisë. Zoti Dalla, ju e artikuluat pak më lart në hyri që Greqia do rrëzimin e Ramës, e rikthimin e Berishës në pushtet. Po Greqia kaq vite Rama u konsumua dhe si individ dhe si kryeministër. Jemi lodhur tashmë 14 vite, 15 vite, sa ka 4 mandate herë 4 i bie 16 vite që duhet ta kemi. Jo më kohët Amerikës, edhe më shkuar të Amerikës, vendi më demokratik i botës e ka 2 mandate presidenti, mundet të jetë 8 vite dhe me stafin e tij, kurse ne Shqipëria e kemi të përjetshëm. Ne kemi kryetar partisë të përjetshëm, kryetar shoqatës me vulat të përjetshëm, presidenta sportit përjetshëm nga 30 vite, edhe siç e ka thënë Indieri. Edhe Rama e mendoi dorëheqjen, se tham keni mërzitur, tha, po mendoj të ikim fshat fare, të ikin katun. Zoti Rama si kryeministër bën mirë të përgatitë elitën e rinisë dhe jo ta japi dorëheqjen dhe t'ia lejë zotit Berisha mbi 80 sa vjeç, por të krijojë të elitën e re, ajo që është e përbashkët e PD-s dhe PS-s, janë 2 parti që nuk kanë lënë hapësira që të krijohet një elitë e politikanëve shqiptar të ditur, të shkolluar në Perëndim, në Europë, në Amerikë, që nuk kanë mentalitet komunist, nuk kanë mentalitet diktatorial, nuk kanë mentalitet arrogant, por mentalitet të zhvillimit të Shqipërisë ekonomikisht, ku shqiptarët mos ikin më nga Shqipëria, po të punojnë, të jetojnë, të krijojnë familjet, kur ne mos u lëm hapësira keq përdorime që këtu do ikim neve, do vinë afrikanët, do ikim ne, do vinë izraelitët, do ikim ne, do vinë ata. Po pse ne që ikim dhe ata që vinë, ç'a do bëjnë ata? Do vinë si turistë? Jo. Vendi është i shqiptarëve, shqiptarët mund të rinë vetë, mund të punojnë aty. Shqipëria është një vend i bukur, ka hapësirë për punë, për ndërtim, është vend në zhvillim, por arroganca e qeveritarëve tanë, qoftë ata të PD-s, qoftë ata të PS-s, ka bërë që njerëzit të braktisin vendin jo për papunësi, se punë ka dhe Shqipëria, po thuaj se rrogat janë të larta në Shqipëri në krahasim me disa vende të Bashkimit Evropian siç është Greqia, afërsisht sa Greqia i ka, apo Bullgaria, apo dhe Rumania, jemi aty me rrogat. Zoti Dalla, dhe diçka të fundit kam, gjithë Ballkani thuaj se po zihen jo protesta, konflikte të brendshme, si do mbyllet kjo verë, se ka nga ata që mendojnë që është edhe si verë e Ballkanit kjo, duke marrë krahasimin me pranverën arabe. Me disa analistë ndërkombëtar apo ndikues në politikën e vendeve ballkanike siç është Shqipëria, Greqia, Bullgaria, Maqedonia, thanë Rama si do iki. Rama tha mund t'iki fundit sa thjeshta me një telefonat, tha. Po pse? Sepse është më i dobët, tha, se Vučići në ushtrimin e pushtetit të tij në vendin e tij, në krahasim që Vučići në Serbi është shumë i fuqishëm, qoftë dhe Mitsotakis në Maqedoni, qoftë dhe Mitsotakis në Greqi, ashtu siç kishim në Hungari. Pra zoti Rama tha do iki fundit, tha, po do iki me një telefonat. Ajo që e tha dhe vetë zoti Rama, jam i mërzitur dhe mund t'jap dorëheqje. Po i them, zoti Rama, mund t'japësh dorëheqje, po jo t'japësh dorëheqje dhe të vijë zoti Sali Berisha një pjesë e pushtetit të kalbur apo të vjetëruar, kostumi vjetëruar, mbi 80 vjeç. Shikoni me veprimet mira ç'a është PD-ja dhe zoti Berisha në kuvendin e saj. Edhe pse u mbajt një kuvend për zgjedhje antarëve, u zgjodhën gjithë me letra në xhep. Plus që zoti Berisha na vuni dhe flamurin grek aty në kuvendin e PD-s. Hera parë ndodhi një parti shqiptare të valvitet flamuri grek me ekranet e mëdha, dhe të majnë fjalime deputetët nacionalistë grek anti-shqiptar që i kishte ftuar zoti Berisha, që i kishte ftuar të përshëndetin, por ti kur do të ftosh deputet grek apo politikan do të ftosh ato që janë paqësor, se ka dhe grek paqësor, ka dhe grek qinj, që janë anti-shqiptar, dhe ftovi një deputet që ka marrëdhënie shumë të mira me shërbimin informativ të Greqisë e Ypin kundër Shqipërisë dhe shpesh e kanë patronat jugun e Shqipërisë
për t'i bërë dëm shqiptarëve dhe e ftovi aty dhe e valviti flamurin grek atje. Jo se kam unë probleme me flamurin grek. Po linë pyetja ku man kongresin apo ku vendet Demokracia e Re Mitsotakis dhe Tritan Sheu dhe Gen Spollo kanë qenë shpesh aty apo Ivi Kaso. A është valvitur flamuri shqiptar? Kjo është era parë që në kuvendin e një partie shqiptare valvitet një flamur, që tek i fundit është një flamur që i ka shpall luftë Shqipërisë dhe man ta anshëm ligjin e luftës, që në atë flamur janë kryer masakra mbi shqiptarët, mbi jugun e Shqipërisë, mbi Çamrin, është bërë dhe pastrim etnik. Kjo nuk është urrëtie, është kujtesë historike që ne duhet i kemi parasysh gjithmonë, duhet përdojmë responsabilitet midis Greqisë dhe Shqipërisë, edhe pse ata janë më të fuqishëm sot dhe ne jemi më të dobët. Do ta lutem dhe diçka në fund, kush fiton, Rama apo protestuesit? Shiko, duhet të jemi pak të qartë që Rama është mjeshtër i heshtjes dhe i izolimit të protestave. E mani mend kishin protestën fuqishme të armëve kimike të Sirisë, edhe u heshte ajo protestë. E mandi mend që kishin të suksesshëm protestën e studentëve, ishte një protestë shumë shprese. Dilte njëri me kokoren ato, mendja se hiqte kokoren nga koka, bënte sigurisht më i ditur dhe më i fortë i studentëve. Dhe ajo protestë u heshte, dhe ato fytyra u zhdukën. Edhe kjo protestë, unë shpresoj që protesta mos zhduket. Unë shpresoj që protesta të jetë më e fuqishme të përkrahët, po jashtë ngjyrave politike dhe partijake. Pra, të heqim një të keq e të sillim një super të keq. Por unë, duke patur parasysh inteligjencën e Ramës, pushteti që ka mekanizmat e tij, si çdo pushtet, që mund ta heshtin protestën. Zoti, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit dhe juve.